Nëse jeni një biznes dhe keni një detyrim tatimor të papaguar dhe ndërkohë zotëroni një makinë, tatimet mund t'ju sekuestrojnë atë si pjesë e procesit për mbledhjen me forcë të detyrimeve. Edhe nëse jeni individ dhe keni detyrime tatimore të pashlyera, për shembull tatimi shtesë që të dy punësuarit i shfaqet në sistem kur deklaron të ardhurat personale në datën 31 mars të çdo viti, apo tatim mbi të ardhurat nga qiraja e të tjerë, sërish tatimet do të mund t'ju bllokojnë makinën që keni në pronësi. Një marrëveshje e re e nënshkruar mes administratës tatimore dhe drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor do të mundësojë integrimin e sistemeve për kërkimin në kohë reale të dhënave mbi mjetet në pronësi të tatim paguesve, sipas një njoftimi zyrtar të tatimeve. Administrata tatimore udhëzon qytetarët të kenë kujdes në shitblerjen e makinave me debitorët. Çdo subjekt që hyn në transaksione shitblerje të mjeteve duhet të sigurohet që mjetet objekt transaksioni nuk i përkasin tatim paguesve debitor. Çdo akt i nënshkruar në keqbesim ndërmjet palëve me qëllim shmangjen e detyrimeve ndaj administratës tatimore do të sjellë pasoja ligjore për pavlefshmëri, thuhet në njoftim.